Kosova ka mbi 64.000 banor, nuk ka shërbime për të më shumë. Kemi mund të natë për qytetarët që jetojnë në Kosovë që nuk ka registru, kjerë banë që shërbimet të kohë nuk po të grande që veritat mos përshjet në pasi për njën e shërbime që në kohë. Nda kjo të të se shumë, dhe është Mirë, shumë kryetar, është shumë mirë që Ministria e Shëndetësisë ka posë që të mund të shmëritë të Norveshjes për një qendër komunale të njësisë familjare të Kosovë, në komunën në basimat vendër të Republikës Kosovës, por marrëveshje bashkëpunimi duhet të ketë edhe shmëritë të bashkëpunimit, s'ka mungu asë një nga unë. Tash e kemi edhe nga unë e komunës të Kosovës dhe shumë mirë që ky projekt në vlerë të 2.5 milion euro do të realizohet për të gjithë qytetarët e Kosovës në këtë mandatin tonë qeverisës. Nëse nuk gaboj, kjo është e 6-ta qendër komunale e mjekësisë familjare. Kemi përruar në manur bashkë, por janë disa në ndërtimësi, por sikur se në Prenas, në Shmime, në Pajzaj, në Istog, në gjërat për shkojnë marë mirë edhe për Kosovës të banë vujtja. Tash, natyrisht që shpesh nga bie të shkojmë në qendrën klinike Universitarit të Kosovës, ose si në gjatë klinikë në Kolegjica, aty për shkak të akseleratorit të tretë dhe bunkerit aty investim 7 milion euro, në mënyrë që me laser shumë precize, si rad të shënjestruar vetëm tumori pa indivdual, veçse edhe për shëndetësinë primare, për kujdesin pasor na jemi shumë të angazhuar. Me so kuptovan kjo lista e bornave të kujdesit pasor e kemi gjetë me 11 milion euro, tash është 24.5 milion euro, pra më shumë se 2 fishim. Dhe i kemi shtu 20 autoambulanca anë mbarë Kosovës edhe 30 automjete për vizita shtëpiake. Tash kjo që këmë faja këtu në fushë Kosovë më sigurin që edhe do ta ndihmoj trajtimin e banorëve të komunës, por edhe do ta shkarkoj pak kryeqytetin ku ndoshta kanë shkuar më herët. Këtë përpiqemi që ta vëmë gurë të medium e ta inaugurojmë të mbylljen e punimeve së Na veç se jemi përcitus e një ato ambulancet në lodhën e kaqëve dhe isha ka shkure nga popra në zimu, e cila shkolla në ndimon bërgjë shumë, sepse kemi një gjajve të planë. Ndryshe, ne jemi të mëviti në skalim të qenë se si është në Union të Kosovës. E kemi një bugjet në 18 milionerë të përshia dhe paga dhe një pikë, cilë të shpi hargjumë komplet. Kemi edhe bugjet të përshëllime, por paka për shërbime që janë shumë të dyshemta, e të pjesa po hasim në se cilën sektor vendime që janë të gatshëm në kuptimin për trajtim në prokurori. Ekipi jonë është përdomar në gjithë se cilën sfirë, njërë që të përgatit në nëmë për dosin në prokurori. Këtë degradim që kanë duhet për Kosovë, për ka faktor, ka amër, ku proces e si për gjatë një jave dhe vejnë, që të njerë një konkretishan me këto. Po shpresoj që prokuroria dhe rikësia kanë kryer punën e vetë, edhe në mëna për Kosovën, sepse veritash nuk është marrë. Në administratën komunale hasin edhe familjarë strukturë për prokurorisë po shifët ka posë.